14 mars. Triumfi është i sigurt. Prandaj populli i fuqishëm të përlufton. Qyteti i kombeve të fuqishme ka frikë nga ti. Isaia 25:3. Isaia e sheh që po vjen dita kur të gjitha kombet, ose përfaqësuesit e të gjitha grupeve të njerëzve, nuk do të jenë më në konflikt me Javeun, Perëndinë e Izraelit, dhe me Mesian e tij, për të cilin e dim që është Jezusi. Kombet nuk do të adhurojnë më Belin, Nebon, Molokun, Allahun, Budën, apo programet utopike shoqërore, apo mundësitë kapitaliste të rritjes, paraardhësit apo frymërat animiste. Përkundrazi, ata do të vinë me besim në banketin e përgatitur mbi malin e Perëndisë. Atyre do t'u hiqet veli i pikëllimit, vdekja do të shkatrohet, turpi i popullit të Perëndisë do të hiqet dhe Lot do të ketë më. Ky është sfondi që na ndihmon të kuptojmë vizionin e Isaias 25:3. Prandaj populli i fuqishëm të përlufton. Qyteti i kombeve të fuqishme ka frikë nga ti. Me fjalë të tjera, Perëndia është më i fortë se populli i fuqishëm. Ai është aq i pushtetshëm dhe aq i hirshëm, saqë në fund do t'i bëj kombet mizore që t'i druhen atij. Prandaj, tabloja që Isaia na jep është ajo ku të gjitha kombet kthehen te Perëndia për të adhuruar, një gosti e madhe për të gjithë popujt, heqja e gjithë vuajtjes, pikëllimit dhe turpit nga kombet që janë bërë populli i tij, si dhe shkatërimi përfundimtar dhe i përjetshëm i vdekjes. Ky triumf është i sigurt, sepse vetë Perëndia po e siguron. Prandaj ne mund të jemi të sigurt për këtë. As edhe një jetë e investuar në kauzën e ungjillëzimit botror nuk harxhohet më kot. As një lutje apo dollar i vetëm, as një letër e vetme, as një dritë që është ndriçuar në një vend të errët, nuk është e kot. Asgjë e investuar në këtë kauz për përparimin e mbretërisë nuk është e kot. Triumfi është i sigurt.